Monologu im, me qënë se jemi dhe një ditë të bukur sot, është shqiptari i së shkuarës. Sa herë që shoh dhe studioj shqiptarin e së shkuarës, ai më del më pozitiv se sa shqiptari të sotmes. Shqiptari i së shkuarës vishej bukur, ndërsa sot vishet me rrobat e gabit. Shqiptari i së shkuarës fliste bukur. Fjalët e tij të mençura kanë kapërcyer shekujt, dhe shumë universitete prestigjioze bëjnë studime dhe arrin në konkluzione që stërgjyshërit tanë i kishin ditur me shekuj. Pra, ne i kemi gati prej tyre. Shqiptari së shkuarës ishte dhe i mençur. Ai nuk ndërtonte në nivelin e lumenjve, siç ndërtojmë ne sot, dhe sapo lumenjt përmbyten pak, shtëpit mbushen plot me ujë. Shqiptari i së shkuarës ndërtonte dhe bukur. Mjafton të shikoni shtëpitë e Gjirokastrës, të Beratit, të Shkodrës apo kudo tjetër, kullat e bukura do shikoni që janë ndërtime shumë të bukura. Ndërkohë, sot ne betoni na ka zënë syt. Shqiptari së shkuarës kishte edhe bes, shqiptari së shkuarës kishte burrni, shqiptari së shkuarës ishte kryengritës, shqiptari i së shkuarës luftonte për këtë tokë, kurse sot e lufton këtë tokë. Shqiptari i së shkuarës nuk ishte mentar, nuk ishte akademik, nuk ishte media, nuk ishte institute, nuk ishte qendra kërkimore shkencore që të punonin për të dhe të ndihmonin. E me gjitha të ishte më i mençur se sa të gjithë këto të mbledhur bashkë. E di që do më thoni që shqiptari së shkuarës ka pasur dhe mangësi. Është e vërtet, ka pas mangësi, po ka pas dhe shumë gjëra të mira. Kurse kur shikojmë veten sot, jemi katandisur, mos o Zot. Ju falenderoj për vëmendjen, natën e mirë, shihemi javës tjetër.